Përshëndetje të dashur miq, ja ku jemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton Rëfi me Jete, për të ndarë një diçka. Tani, unë nuk dua që të më keq kuptoni, do me thënë unë të gjithën këtë influencën që kam në publik, mundohem që ta përdor për të bërë mirë, për të ndihmuar në të gjitha format. Në shumicën e rasteve, kur e kam trajtuar si temë çështjen e Bleona Matës, kur ka dalë ndonjë diçka, kur është fol ndonjë gjë për këtë vajzë, gjithmonë e kam thënë që ne njerëzit të cilët kemi mundësi dhe kemi influencë të kemi qasje në rrjetet sociale, duhet t'i përdorim këto rrjetet sociale në një farë mënyre për t'i ndihmuar edhe zonjës bukurie, por edhe atyre të gjithë njerëzive që janë ngritur në këmbë për ta kërkuar Bleonën për sa e sa vite. Tani, unë nuk dua që ta akuzoj, nuk dua edhe të gjykoj askënd. Zonja bukurie e ka treguar historinë, e ka treguar të vërtetën se si është, të gjithë e dim të vërtetën, të gjithë e kemi dëgjuar atë të vërtet, pasi që më ky rast është bërë publik, edhe të gjithë kemi vetëm një pyetje. Përse bukuria, si nën, është kaq e vetme në mes të botës dhe askush nuk po e ndihmon, askush nuk i qëndron pranë për ta kërkuar këtë vajzë, përpos një gazetareje që është Odeta Dume, që e ka marrë këtë rast përsipër me të gjithë mundin e saj dhe mundohet që të sjellë një informacion dhe të krijon një kanalizim rruge për të arritur deri tek Bleona, dhe i gjithë shteti heshtën. Tani, kur e hodha këtë videon tjetër të Bleona Matës, që fola për Bleonës, unë kam thënë që do ta trajtoj si temë derisa kjo nën të bie në gjurmët e vajzës së saj, sepse si gazetar e ndjej të detyrueshme që për një shqiptare time, për të cilën i është bërë rasti publik, të mos të ri i heshtur, por gjithmonë ta ngris zërin për të, që publikut t'i shkoj në mendje dhe të mos ta haroj Bleona Matën. Tani, nga krahasimi i fotos që bëm herën e kaluar, kam parë shumë komente që Bleona duhet t'i ngjason më shumë nënës së saj, sepse shqiptarët, zonjat e nderuara, janë bazuar tek fytyra që Bleona ka pas e vogël dhe që vërtet i ngjason shumë nënës së vet zonjës bukurie. Do me thënë kanë tipare shumë të ngjajshme, vetullën, rënjën e vetullës, formën e buzës, mënyrën e fytyrës, do me thënë dhe Bleona duket të jetë si nëna e saj. Sot, shqyqyr Zotit, kemi inteligjencën artificiale shumë të zhvilluar dhe uroj me zemër që Zoti ta ketë sjellë këtë frym tek njerëzimi për ta krijuar këtë inteligjencën artificiale për t'ju ndihmuar njerëzive, nëpërmjet inteligjencës artificiale, me një kërkesë që unë i bëra, që do me thënë të ma vizaton në mënyrë të detajuar se si mund të duket Bleona Mataj sot, është pikërisht kjo fotografia që ju shikoni, që do me thënë me fotografitë që ka gjeneruar dikur Odeta Dume dhe gjithkusht tjetër, do me thënë është pak si e ngjajshme, por imagjinoni Bleona duhet jetë pak edhe më e mbushur apo edhe më e dobët, se varet se ku jeton, varet në çfarë gjendje është, varet si është jeta e saj dhe varet se çfarë jetë bën. Dhe pikërisht inteligjenca artificiale duke bashkuar fytyrën e nënës dhe fytyrën e vajzës për një ngjashmëri dhe duke u bazuar tek vllau i Bleonës që është pak edhe i mbushur dhe ai, do me thënë këtë pamje na e jep. Në lart e poshtë, do me thënë kjo mund t'jetë Bleona Mataj sot, sepse ka njerëz që edhe mund ta kenë takuar në rrugë, edhe mund ta kenë parë në rrugë, sepse Bleona dikundi ekziston, e kam thënë një herë, do ta them edhe një herë dhe i kërkoj shumë falje zonjës bukurie, por unë dua ta them këtë gjë. Bleonën nuk erdhën që ta marrin alienët, mos thash Zoti, edhe e kanë çuar në një botë tjetër, Bleona është këtu në mesin ton. Unë besoj shumë tek fakti që një nën e ndjen fëmijën e saj, por derisa asnjë njeri nuk flet, derisa asnjë njeri nuk jep një fjalë të vetme, unë i lutem Zotit të Madh dhe besoj që kjo lutja është që e bëni të gjithë ju, që të paktën një ëndër t'i çon kësaj nënës edhe le t'i tregon një destinacion. Unë besoj në mrekulli. Dhe vetëm kështu kjo nën mund të bi në gjurmët e bijes së saj. Bleona Mataj
sipas logjikës së inteligjencës artificiale, duhet të jetë në këtë formë ngjashme. Tani, ne duhet të gjithë të bëhemi së bashku, ta ndihmojmë dhe gazetaren Odetën, sepse dhe Odeta normalisht e vetme nuk mund të bëjë gjë, pasi që institucionet ka rënë në gjumë të gjitha dhe askush nuk ngritet të flet për Bleonën, por ne shqiptarët ngritemi për interesin ton, ngritemi ne të ngrejmë në këmbë qeverinë, ta shkatrojmë qeverinë sepse nuk na pëlqen si kryeministër Zoti Rama dhe nuk ngrihemi njëherë në këmbë që këtyre politikanëve tanë të nderuar t'ju kërkojmë të vërtetën e gjithë këtyre fëmijëve, sepse nuk është vetëm Bleona. Janë shumë fëmijë që janë humbur ndër vite në Shqipëri dhe familjarët e tyre i kërkojnë. Dhe kjo nuk është fenomen vetëm në Shqipëri. Kjo është fenomen në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni. Thash edhe një herë, nuk dua të akuzoj askënd, por unë bëj apel që edhe Spaku të merë këto raste më në dorë, se në fund të ditës nuk ka lidhje çmimi që të paguan nëna e Bleronës. Nuk presim ne lek nga nëna e Bleonës, se bolle ka ngënyer atë grua, do me thënë komplet jetën e saj dhe pasurinë e shkriu për ta kërkuar fëmijën e vet, dhe një nën shqiptare është kjo, që kur nuk heqë dorë nga fëmia, se nuk e ndjen kot ajo nën. Nuk e ka gjithë këtë ndjenjë ajo, këtë ndjenjë ja sjellën Perëndia, ja sjellën Zoti në shpirt. Nuk e ka gjithë këtë ndjenjë që do me thënë thot unë e dua vajzën se vajza më jeton, por askush nuk flet. Andaj edhe ato që e kanë kryer këtë vepër, është mëkat që ta mbani në vete. Ku do ta çoni këtë vepër? Do ta çoni në varr, po duhet një ditë duhet të përgjigjeni tek Zoti i Madh. Çfarë do t'i thoni Zotit? A nuk e keni frikë Zotin ju për këtë gjë? Nuk besoni ju në Zot? Unë mendoj që ky rast duhet njerëzit të ulen dhe të binden mirë që gabimi është bërë. Zonja Bukurie nuk është një grua që do të gritet ju vret, jo. Ajo e don realitetin e vajzës së saj, sido që të jetë. Po qoftë edhe nëse nuk jeton, mos e thënë të Zoti, ajo e don ta dije ku e ka një pikë trualli e bia. Dhe për këtë rast, unë mendoj që edhe Spaku duhet ta merr këtë rastin në dorë. Andaj të dashur shqiptar, le të bashkohemi të gjithë së bashku për zonjën Bukurie dhe për shumë zonja të tjera, të cilat kalojnë ditë shumë të vështira në përditshmëritë e tyre, në jetën e tyre. Do kisha dashur shumë që t'i marrim këto raste më përsipër, të flasim për këto raste, t'i komentojmë këto raste, që publiku të mos t'i harroj këto raste, këto dhimbje që shqiptarët kanë kaluar dhe vazhdojnë të kalojnë, se nuk ka më keq se sa të shohësh veten tënde duke u djegur për ditë e për natë, duke u përvoluar nga një X njeri që ty nuk ta tregon të vërtetën e familjes, që e vërteta realisht është e shenjtë. Unë uroj që kjo që unë fola deri më tani të jetë arma që të zgjojë të gjithë shqiptarët, që shqiptarët të dinë se vërtet çfarë po ndodh me Bleona Matën dhe ku është ajo vajzë.